Në radhë pari përshëndes kryeministrin, kryeparlamentarin e Republikës së Kosovës, gjithë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, bashkëdhëntarët e Astritit, veprimtarët e lëvizjes vetëvendosje dhe gjithë pranishmit, pa marrë parasysh se nga kanë ardhur që janë sot këtu. Për 9 vjet kanë qenë të gjithë këta gjithmonë për krah nesh në këto përvjetore që nuk janë të lehta. Sot është përvjetori i 9 i rënies së Astritit në burgun e Prizrenit dhe ky rast ende nuk ka përfunduar, nuk ka gjetur zgjidhjen. Kjo flet shumë për një sistem jo funksional të drejtësisë, dhe ky jo funksionalitet mund të jetë më shumë duket se është i qëllimshëm se sa i pa qëllimshëm. Ne si familje dhe në emër të gjithë pjesëmarrësve që janë sot këtu, kërkoj që ky rast ta gjejë zgjidhjen, gjithësia, do thot drejtësia të kthehet në binarët e duhur,